i menduar dhe i parapërgatitur fakti që kryetari Abdi Gjiku, kryetari aktual i LDK-s, deklaroi që do ofrojë dorëheqjen e tij pranë kuvendit të Lidhjes Demokratike, edhe nuk e përmendi ta quaj ashtu atë terminologjinë politike që është dorëheqje e parevokueshme, nën kuptoj që do ta kemi një kuvend formal ku Abdi Gjiku do të jepej drita jeshile për të vazhduar në krye të Lidhjes Demokratike, gjë që edhe ndodhi. Unë besoj që përveç kësaj anës tjetër të këtij skenari politik është edhe një skenar tjetër ose një element tjetër që duhet veçohet këtu e që ka të bëjë me një lloj dakordimit brendshëm të protagonistëve të Lidhjes Demokratike për të vazhduar me këtë leadership. Shtrohet pyetja pse? Sepse në gjitha analet politike edhe në opinionin publik edhe në diskursin publik në përgjithësi, po pritet që në prill të ketë ka zëra që në prill të ketë zgjedhje, kështu që disa protagonistë tjetër të Lidhjes Demokratike dëshirojnë ta lënë Lumir Abdi Gjikun të prikë kësaj partie politike edhe në zgjedhjet tjera që potencialisht mund vinë në prill, edhe pastaj politikisht ta godasin varësisht prej rezultatit që do e merr kjo parti në zgjedhjet e ardhshme, që natyrisht pritja e përgjithshme e opinionit publik është që nuk do të jetë një rezultat spektakular, po do të jetë rezultat në margjina të kësaj që e kishim në zgjedhjet e fundit. Kështu që natyrisht reflektimi, reagimet e zotit Oti, pastaj zonjës Hikmete Bajrami si më e votuara pas zotit Abdi Gjiku atje, faktikisht nuk kishin zate pjesa tjetër e delegatëve aty, edhe anëtarëve tjerë të kryesisë, cilët mendojnë në eshtje që të vazhdo tutje me Abdi Gjikun përpara, në mënyrë që nëse vazhdon me rezultatin e njëjtë edhe në zgjedhje të tjera, ta godasin kështu ta quaj përfundimisht politikisht kryetarin Abdi Gjiku, edhe tapin rrugë për një figurë ose një protagonist ri që potencialisht mund të ketë aspirata ta drejtoj Lidhjen Demokratike. Natyrisht mesin e elektoratit Lidhjes Demokratike, qoftë elektoratit ta quaj ashtu militant, atyre që janë devotshëm, por edhe prej figurave të reja, kemi dëgjuar emrin e përparim Ramës, po fakti që zoti Rama thjesht nuk shfaq interesim konkret për ta ketë këtë detyrë ose këtë post brenda Lidhjes Demokratike, hap mundësi për analiza tjera dhe për mundësi tjera edhe për personazhe të ri që a dëshmojnë edhe këja se është një para tjerave parti në rrafshin e të bërit edhe të kultivuarit demokraci? Kushtrim, prej pas luftës, në opinionin publik, Lidhja Demokratike njihet si parti që në të mbizotron një demokraci e brendshme, partijake, megjithatë elektorati i Kosovës nuk e vlerëson këtë pjesë procedurale. Elektorati i Kosovës dëshiron qëndrime politike, dëshiron veprime konkrete, edhe dëshiron pozicionim të mirë një partie politike krah proceseve që po ndodhin. Unë besoj që ajo që e ka godit më shumë te Lidhja Demokratike është pikërisht ajo që u përmend edhe më herë këtu edhe po përmendet në kontinuitet, qëndrimi neutral karshi zhvillimeve, makro zhvillimeve ta quaj ashtu. Andaj këtë e ka kuptuar edhe Lumir Abdi Gjiku edhe po kërkon ta korrektoj këtë sjellje politike që e kishin, kështu që besoj edhe jam i bindur edhe elektorati në përgjithësi nuk janë më të interesuar të dëgjojnë për demokracitë brendshme politike, për demokracinë nominale. Absolutisht jo, sepse ne kemi një lëvizje vendosëse Partinë Demokratike dhe parti tjera të cilët